Në vitin 1998, Malisheva ishte vendbanimi më i madh i vënë nën kontroll nga ushtria çlirimtare e Kosovës, ndërsa guerrilët kosovarë që në atë kohë luftonin kundër forcave të ish Republikës Federale të Jugosllavisë e kishin shpallur zonë të lirë, qytetin dhe zona tjera që kontrollonin. 16 vjet më vonë, Malishevasit përsëri dëshirojnë të jenë të lirë për të vendosur se cilit region të Kosovës t'i takojnë. Ata ishin pjesë e regionit të Prizrenit, ndërsa në të ardhmen pritet ta kenë qendër rajonale Gjakovën, por nuk e duan këtë ndryshim. Kryetari i Malishevës, Rakip Begaj, që përkrah qytetarët e komunës së drejtuar prej tij, nuk e di arsyeën se pse nga institucionet qendrore po i kërkohet shkuarja me Gjakovën. Unë nuk e di cila është arsye se kërkohet shkojmë me Gjakovën. Është arsye historike që na kemi qenë gjithë me Prizrenin, njerëz janë shumë me qenë me Prizrenin, tjetra gjë se tash gati për 10 minuta jemi në Prizren, ndërsa me Gjakovën jemi pak më larg. Ai tregon se kuvendi komunal i Malishevës është drejtuar me një kërkesë qeverisë së Kosovës për kthimin nën administrim të Prizrenit. Unë jam shumë i bindur me çorgonëve qendrore, ju ka dashur nga kuvendi një kërkesë që ta shqyrtoj këtë çështje, të mirën me Malishevën edhe besoj se do të jetë një kërkesë e cila do të shqyrtohet pozitivisht në interes qytetarëve të komunës Malishevës. Begaj paralajmëron në referendum të qytetarëve të komunës që drejton, pasi dëshiron që çështja se cilët region do t'i takojë Malisheva të mos vendoset pa ata që jetojnë aty. Unë isha pas dëshirë që të pyetë qytetarët e Malishevës për këtë çështje. Le ta japin mendimin qytetarët e Malishevës ose përmes referendumit ose për një çështje që si ata dëshirojnë. Vullneti tyre mos shih. Me kryetarin në këtë rast janë edhe qytetarët. Dalip Halitaj, qytetar nga Malisheva, thotë se kundërshtimi për të lidhur me Gjakovën është popullor. Jo, na nuk dëshirojmë më kthy me Gjakovë hiç, se gjithë njëni akoma me Prizren. Edhe krejt populli që pa kanë qef më kthy me Prizren. Krejt për kundërshtojnë këtë varësh. Po kanë bërë pa pyetje në popullit për këtë kanë pyetje. Milaim Zabelin, një qytetar tjetër, thotë se Malishevasit asgjë nuk i lidh me Gjakovën. Mu vetë që qytetarët Malishevës na nuk kemë dëshirë me kalu me Gjakovë, po me institucion që shimi ka me Prizren. Pse s'keni dëshirë? Po asnjë diçka nuk na përket anena që mundna me shku, domethënë për një punë me shku special në Gjakovë, po domosht shka dhe si spitalin se gjithë aty kemi në region Prizrenit. Dalip Halitaj flet edhe në emër të bashkëqytetarëve të tij. Thotë se banorët e Malishevës nuk dinë thuajse asgjë për Gjakovën. Gjakovë, tash më shku pa ka njëri që as rrugë si din Gjakovë. Jo në shkuën. Që ka një zonë në Gjakovë. Për mbetje të Malishevës në regionin e Prizrenit është edhe opozita këtushme. Sami Kafexholli nga LDK-ja thotë se autostrada i ka afruar edhe më shumë këto dy vendbanime kosovare. E para do të historikisht kemi qenë gjithherë do thotë pjesë e regionit të Prizrenit. Edhe e dyta është tash lidha do është që edhe gjeografikisht në lidhje do thotë lidhja e autostradës që edhe puna e udhëtimit e shpenzimeve do thotë jemi afruar shumë afër me Prizren. Rritjen e shpenzimeve të qytetarëve nëse për Malishevën bëhet qendër regionale Gjakova e përmend edhe Muhamet Bytyqi nga lëvizja Vetëvendosje. Regioni i Gjakovës është shumë më i papërshtatshëm se sa regioni i Prizrenit për qytetarët e komunës së Malishevës, e rrit kostën e shpenzimeve për shërbimet që marrin, në njëjtën kohë është më larg edhe si distancë për shkak të autostradës që është ndërtuar. Malisheva në fakt e ka më afër Gjakovën, vetëm 38 kilometra larg. Me Prizrenin distanca është 44 kilometra. Por autostrada bën më komode dhe më të shpejt rrugën e Malishevasve për Prizren. Kafexholli përmend edhe shpenzime tjera nga ndërrimi i targave të makinave të Malishevasve. Nëse tash kohëve të fundit kalon edhe regjistrimi i kerrë, do thotë se del regjistrim me numër tjetër, tash ta shohimi për hallin edhe xhepin e qytetarëve, do thotë na si Malishevë ku mbesmi do thotë. Kur njoftojnë në shtator me anë të profilit të Facebookut për bërjen e Gjakovës qendër regionale, kryetare e kësaj komune, Mimoza Kusari Lila, tha se targat e regionit të Gjakovës do të fillojnë me numrin 07.